Allahun e vetëm e falenderojmë, hamdi takon madhnisë Allahut, që na ka mundësuar ne të besojmë në njëshmërinë e Allahut, që nuk ka dikush që meriton mu besu dhe me adhuru pas Allahut. Pasuria më e madhe është besimi në Allah. Allahu na ruajt këtë besim në zemrat tona. Allahu na ringjallët me këtë besim që besojmë në njëshmërinë e Zotit. Allahu na ruajt nga çdo kurth e shejtanit dhe bashkëpunëtorëve të tij që i thirrin njerëzit në devijim dhe besime tjera. Salat dhe selame i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, njeriut më të dashur të Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja rahmeti Allah qoftë mbi shpirtin e tij, familjen e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtar të nderuar, Allahu në Kur'anin famëlar thot: me të vërtet gjinët dhe njerëzit i kemi krijuar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjinët dhe njerëzit i kemi krijuar vetëm për të madhruar Allahun. Dhe ne që kemi ardhur këtu, kemi ardhur me dëshmu se ne e besojmë dhe dëshmojmë këtë besim duke madhruar Allahun, ashtu siç na porosit Zoti dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të flas disa ajete nga Kur'ani që na tërheq vërejtjen neve për ta ruajtur besimin ton. Besimi i pastër e çon njeriu dhe e bën hise të xhennetit. Ndërsa ai që e mohon, i thojnë kufër, mohon fjalën e Zotit, argumentet e Kur'anit, i thojnë kufër. E shirku çka është ajo? Shirku është për xhenetli, ai çka i bën shirk jo. Ata janë fi derki asfali minan nar, janë në thellësinë më të madhe të xhenemit ata që i bëjnë shirk ortak Allahut. Allahu na ruajt ya rabbel alamin. Me vedije pa vedije Allahu na ka dhënë mend, ka thënë Kur'an, ka dërgu pejgamber dhe na ka dhënë logjik të shnosh dhe të paqt. Ka disa djem, ka disa musliman që e lidhin në udhëbila besimin ndaj madhnisë Allahut me mungesë, nuk besojnë pastër në Zot. Qysh? E kemi fjalën për besim në besime të kota, besimi në horoskop, besimi në xhinxhi, besimi në fallxhor. Po hoxhone veç jam tek kapërcybe, veç ta lexoj pak se s'kam diçka po helbet, ama për mem ka rrok që këtë javë shumë kum pas rrezik dhe bereqet. Këtë javë kum pas shumë shnet dhe sagllëk. Këtë javë kum pas e horoskopi ka thonë çashtu. Ama Allah isha ka thonë ti s'pedin. Allah i ka thonë me besum si se në shirk në Allah. Do të me pas frikë nga Allahu, fjalët dhe veprat që i veprojmë. Pse? Se fjalët dhe veprat tona mund të na nxjerrin nga besimi në Allahun subhanahu wa taala, me pak shkon xhenem, me pak shkon xhennet. Do të më rujt këtë margaritar, këtë gjatë të shtrejt besimin në Allah subhanahu wa taala. Ata që thirin në dituri të fshet, në gajb. Çka është gajb? Gajb është çka ka më ndodhur mas 10 vjetëve, mas 2 vjetëve, mas 3 vjetëve, mas 5 vjetëve. A ka mundësi krijesa njëri me ditë? Përgjigja është jo, veç Allahu e din. Thot pejgamberi Allahu në Kur'anin famlar, alimul ghaibi wash shahada. Allahu është i dituri i fshehtësisë. Kull la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Thuaj askush veç Allahut, as në qiell, as në tokë, nuk e di të fshehtën, as nuk e din se kur ringjallen. Kjo dituri i takon Allahut, nuk i takon njerëzve. Të nderuar xhamat, jeta e njeriu është 3 faza. E kalumja ka shku, Allah i na fal gjunahet për të kalumën. Ato që i kemi bë punë të mira, Allah inshallah i pranon. Ne jemi përgjegjës për këtë ditë sot, ditën e xumah, e falet xumahën, e falet sabahin. A lexove Kur'an, a çove salavat mbi Muhamedit alayhis salam. Ti nuk je përgjegjës për nesër dhe mas një javë dhe mas një muajve. Se mundesh sot me vdek, mundesh nesër në sabah me vdek. Ti nuk je përgjegjës mas një javë dhe mas një muajve. Dhe kaderi i Allahut, Allah i ka përcaktuar senet, nuk e ka lënë në filxhan me pati, në horoskop me pati. Me besu në ata që besojnë në Allah, ti mi besu atina më ta komentu jetën tënde se çka do të ndodhë në të ardhmen.
Kjo është shirk në Allahun subhanahu wa taala. Derti një numri të madh të njerëzve nuk është aktualiteti i sodit, po çka ka më bë për të ardhmen. Allah nuk pyet ty çka ka më bë për të ardhmen. Por brenga kryesore që i bjen njerëzit është ardhmëria dhe për fat keq këtë ardhme e bazojnë në besim të kotë. Prandaj nuk e dim nëse çka ka në të ardhmen. Ne i marrim sebepet, e lusim Zotin për një kader të hajrit, më na caktu jetë të mirë, me ibadet, e mi kry obligimet tona, e pastaj inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar, thot Allahu në Kur'an, ne çdo sen kemi krijuar me përcaktim të prem, nuk e lëviz kurkush, Allahu i ka caktuar. Për fat keq ka do musliman që zhyten analiza të thella dhe studime me anë të astronomisë, me anë të yjeve se çka do të bëhet në të ardhmen për gajbin dhe bëjnë ata njerëz i çojnë vetëm veten dhe të tjerët në errësirë dhe në dalalet. Ai nuk i kryen obligimet e ditës që jeton, kurse brengoset për ardhmërinë, për një ardhme që nuk është në dorën tonë, po është veç në dorë të Zotit. O vëllai jam, fali 5 kohë namazit. Lexo Kur'an, shko në shkollë, lexo, mëso, studio rreth emrave dhe cilësisë të Allahut, rreth besimit në Allah, rreth jetës dhe mësimeve që vijnë nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me besu në horoskop, në fallxhor ke bërë shirk Allahun, bile edhe për kurreshtje është ndaluar. Po veç jam të lexuar në gazeta, për fat keq, çele televizorin horoskop, çele gazetën horoskop, çele internetin horoskop. Jo rastisht këto janë dallet gjithë shejtanit, dalaletit për mi deviju njerëzit. Me besu në një sen çka nuk meriton të besohet. Njeriu ka veçuri, është i bukur, është i mençur dhe ka mendje dhe shpirt. Pse duhet me besu në fallxhor dhe në horoskop? A nuk mjafton ty Allahu? A nuk beson cilësi dhe emrat e Allahut? Pse jep mendjen me qira? A do të kem fat biznis? Hoxh, a kam më hez biznisi? Nëse jem në muajin e 10 vagën, kam të hez biznisi. Valla, me shnetin diçka si kam mirë, horoskopi ka thonë shnetin se kam mirë. Do të shnetin tan ja ke bë teslim horoskopit. Biznesin tanë horoskopin, dashnien me familjen tonë horoskopit. Atëre, çka i thonë kësajna përveç se shirk? A ka dikush me definu ndryshe? Kësa i thonë shirk në Allah. Prandaj ndalohet besimi në horoskop. Dhe kjo është një rrezik shumë i madh. Kurse Allahu a ka lënë fatin tanë me këshyrë ti në cillin muj ke ledhen me horoskop me lidh? Apo wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah. Illa hu. Qelsat e fshehtësisë janë në duart e Allahut, ata nuk i din askush pos madhnisë Allahut. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Hoxh, vallahi pedike e ka çollu filani në horoskop se ka hec biznisi dhe horoskopin tham ka hec biznisi. Ta shohim sa gjethe kanë ra soda, e din dikush në dynjat me horoskop. Sa pika shiu kanë ra soda, e din dikush më me caktu. Allah i ka përmen wala rakbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Edhe e njom edhe e thatë sa gjethe bin, edhe i guralecin në që anë mrena që rrotlohet është me urdhën Zotit. Sa janë ato? A i din dikush? Jo, veç Allahu i madhë. Prandaj horoskopi po na tregon se kur do të ndalet ty frimarja, atë kallzon ty. Bilaj shka ta komenton vdes para ty. Ai falimenton para ty. E ti ape lidh jetën tonë me këtë? Prandaj të nderuar vëllezër, mos ta zgjasim më shumë besimin në horoskop. Ndalohet rrepsisht me ajete dhe me hadithe dhe Allahu i ka krijuar, kush i ka na besojmë, kaderin nëpërmjet yjeve. Allahu i ka krijuar yjet për 3 gjana: zinetus sama, zbukurim stoli e qiellit, rrejmush ose rujumush shayatin për gjujtjen e shejtanëve, xhinëve, dhe e treta për mu orientu me hec njerëzit në për ta, me dërmar drejtimin. Edhe njerëzit kanë marrë kahjen e udhëtimeve tyre në përmjet yjeve. Prandaj, ti e beson yjet, Allahu i ka krijuar yjet me këto 3 qëllime. Prandaj, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush shkon te fallxhori për të pyetur diçka për të ardhmen, për gajbin, se ka më të bë kështu, ka më të bë ashtu, ati nuk i pranohet namazi për 40 ditë. O musliman, mos kërko në fakën tënde në horoskop. Kërko në fakën tënde nga Allahu i cili është krijuesi në fakës, edhe çdo të mirës tënde. Mos kërko rizq nga fallxhori,
po kërka rrezik nga Allahu. O ti martuar që s'ki fëmijë, mos shkon, mos flyp rrezik, mos flyp fëmijë prej dikujt, po lyp prej Allahut, se Allah është krijues i çdo gjaje. O ti i smur, që je smur, kërka shërim nga Allahu dhe merri sebepet, po shko te mjeku, jo te xhinxhia dhe te sejrbazi dhe te ai tjetri. Prandaj obligimi ynë është, vëllezër të dashur, të besojmë Allahun paçt. Pa e besuar kërkan tjetër, pa i bërë shirk Allahut pos madhnisë tij, obligimi ynë është me fal 5 kohë namazit dhe obligimi ynë është me bë vepra të mira. E lutim Allahun e Madh që të na ruan Allahu këtë besim deri në dakikin e fundit. E lutim Zotin e Madh që Allahu t'i lëshëron smurit ton. Allahu t'na jep rrezik halal, Allahu t'na jep evlad të khairit, Allahu t'na jep jetë të gjatë. E lutim Allahun të besojmë në njëshmërinë paçt të Allahut dhe të mbështetemi tek Zoti, se çdo gjë është në dorë të Zotit. Allahu ka caktuar çdo sen të prem. كتب الله المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الله ka përcaktuar 50,000 vjet senet para se marrë në dynjat. Allahun e lutim që ne dalim faqebardh. Allahu nasib na baf shefatin e pejgamberit dhe na baf nasib jannatul firdausin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.